Avionit me pasagjeri shkëpute, dritarja gjatë fluturimit në ajër bën ulje emergjente, momentet frikshme. Një aeroplan me pasagjeri linjës Alaska Airlines u detyrua të bëj ulje emergjente në shtetin amerikan të Oregonit pasi një pjesë e avionit u shkëput në ajër. Ngjarja u shënua të premten e 5 janarit. Boeing 737 Max 9 i Alaska Airlines u kthye në Portland, qyteti më i madh i Oregonit, 35 minuta pas fluturimit për në Kaliforni, pasi një pjesë e jashtme e avionit, duke përfshirë edhe një dritare, u shkëput. Ai po fluturonte në më shumë se 4.876 metër kur filloi zbritjen emergjente, sipas të dhënave të fluturimit. Agjencia Federale e Aviacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se avioni u kthye i sigurt pasi ekuipazhi raportoi si një problem me presionin e ajrit. Autoritetet kanë nisur hetime të cilat do të mbështeten edhe nga një ekip teknik. Sipas faqes internetit të gjurmimit fluturimeve të FiltaWare dhe Filtar Radar 24, avioni ishte Boeing 737 Max 9. Kompania Alaska Airlines tha se incidenti ndodhi menjëherë pas nisjes dhe se avioni ishte ulur i sigurt përsëri në Portland. Ky incident është i rrallë, por ekuipazhi i fluturimit u trajnua dhe u përgatit për të menaxhuar në mënyrë të sigurt situatën, deklaroi kompania e linjës ajrore, informoi BBC.